E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar pak marrëdhënien e Gimbos edhe Selin, një marrëdhënie që kohëve të fundit ka filluar që të diskutohet jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht pak mbështetje nga ana e Gimbos në rrjetet sociale për Selinën, nuk e poston shumë, një herë në 3-4 ditë, ka zëra që Selina nuk e do Gimbon, është afruar me Gimbon me një strategji vetëm për të mbëledhur fansat e Gjestit, vetëm për të marrur fansat e Gjestit, duke e ditur që Gjesti është një njeri i rëndësishëm në jetën e Gimbos. Këtu ka domethënë shumë zëra, por unë dua t'jap analizën time. Fillimisht një herë Gimbo është duke suportuar dhe mbështetur jashtëzakonisht shumë. Vetë fakti që nëna e Selinës erdhi dhe i tha që ke të fala nga familja e Gimbos, kjo nuk kupton që raportet e tyre dhe gjërat e tyre janë të rregulluara, do të thënë gjërat kanë shkuar drejt një nivelit më të lartë, do të thënë nga një njohje, nga një martesë fiktive që u bë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, gjërat kanë kaluar në gjëra serioze. Së dyti, nëna e Selinës, me qëllimi ja kërkoi Selinës që të largohet nga shtëpia, ndoshta edhe për të ruajtur martesën dhe fejesën me Gimbon, sepse për prindërit ndonjëherë nuk ka vlerë paraja, sa ka vlerë qetësia dhe lumturia e fëmisë. Babai i Selinës tha që Gimbo është një djalë i jashtëzakonshëm, e preferonte shumë Gimbon. Në anën tjetër familja e pan që produksioni mundohet që në çdo mënyrë, domethënë të afrojë Mirin dhe Selinën, mundohet në çdo mënyrë që ato të dy të luftojnë së bashku, dhe nëna kishte frikën që jashtë mos ndodhë një diçka, Gimbo t'i mbetën hatri dhe ta shkatron këtë marrëdhënien dhe kishin më me vlerë ta ruajnë marrëdhënien e Selinës dhe Gimbon se sa të ruajnë lojën e Big Brotherit dhe çmimin e madh. Dhe për këtë gjën, unë mendoj që Gimbo nuk u tregua fëmijë, Gimbo përsëri domethënë vazhdon e mbështetën Selinën. Gimbo siç duket e ka kuptuar qartë kush është produksioni dhe lojën e produksionit. Tani ai ka patur një fotografi nga ana e Gjestit se kush është produksioni dhe çfarë ka në fuqi të bën produksioni. Unë mendoj që Gjesti ja ka sqaruar në mënyrë të detajuar, por Gimbo dhe Selina nuk u lidhen nga interesi. Ato të dy janë lidhur nga natyra e përbashkët që kanë, nga karakteri i përbashkët që kanë, nga tipi i përbashkët që kanë, janë pothuajse të njëjtë në natyrat e tyre dhe mendoj që këto natyrat i lidhen, i bën bashkë dhe sot janë çifti më i dashur, janë çifti më i duar trokitur dhe çifti më i suportuar jashtë. Selina nuk është lidhur me Gimbon për të marrë votat e Gjestit, sepse Selina ka atë kapacitetin, ka atë zgjuarsinë, ka atë edukatën në një farë mënyre për të marrë votat nga vetja e saj. Unë mendoj që Selina është e fuqishme që të arrijë të merr atë të cilën ajo e don, por që në kuadër të interesit ka diçka, mua nuk më jep asnjë gjë.